Sa prekse, u vra nga ish i dashur ime e studentes shqiptare shpërthe në lot. O Ilaria ime, hapi syt. Ditën e sotme miq të afërmit i kanë dhënë lam të mirë në fundit 22 vjeçare shqiptare Ilaria Sula, e cila u vra nga ish i dashur i saj. Më herët në banesën e familjes shqiptare mbërriti edhe arkivoli Ilaria si shoqëruar nga të afërmit e saj. Prekse kanë qenë fjalët e nënës 22 vjeçare si jashtë shtëpisë, teksa thëriste emrin e të bijës mes lotësh. O Ilaria ime, o vdeksha mami për ty. O Ilaria ime, ku je ti o shpirti mamit, ku je që nuk ke dritë në sy? Ku je mbyllur ti o shpirti mamit? Të solla mami tek shtëpia, se the do të vi në shtëpi. Të solla mami tek shtëpia o zemër. O Ilaria, hapi syt. Dëgjohet teksa qan nëna e 22 vjeçares mes lotësh. Trupi pa jetë Ilaria Sulës, 22 vjeçares shqiptare që u vra në mënyrë brutale nga ishi dashur i saj, Mark Anthony Samson, ka mbritur sot në banesën e familjes në Viale della Stadio Terni, ku do të zhvillohet edhe ceremonia martore. Pamjet e publikuara nga agjencia ANSA kanë treguar një atmosferë të rëndë jashtë shtëpisë së saj, ku dhjetra të afërm, miq dhe qytetarë të prekur nga tragjedia prisnin kortezhin martor për ta shoqëruar Ilaria në banesën e fundit në Varezat e Ternit në orën 14. Portat e godinës ku jeton familja janë mbushur me mesazhe ngushëllimi, me lule dhe tabela përkujtimore, një dëshmi e dhimbjes së thellë dhe solidaritetit të komunitetit. Nëna Ilaria së përballë me një dhimbje të papërshkrueshme është parë jashtë banesës duke thirrur emrin e vajzës së saj përpara se të tërhiqej nga ata afërmit për shkak të gjendjes së rënduar emocionale. Ilaria u shpall e zhdukur në 25 mars, por një javë më pas u zbulua e vërteta tragjike. Ajo ishte vrarë nga ish partneri i saj, i cili e kishte goditur atë me thik 3 herë në qafë. Më pas e kishte futur në një valixhe dhe e kishte hedhur në një umner. Në shenjëzie, kryetari i Bashkisë Ternit, Stefano Bandeci, ka urdhëruar uljen e flamujve në gjysmështiz, ndërsa në Universitetin La Sapienza në Rom, ku Ilaria studionte, mësimet janë pezulluar për të nderuar kujtimin e 22 vjeçares.